Në jetë do të takosh njerëz që nuk luftojnë hapur. Ata nuk bërtasin, nuk kërcënojnë dhe nuk krijojnë dramë, por ndikojnë në mënyrë të qetë, të fshehtë dhe shumë strategjike. Në psikologji, ky stil quhet machiavellizëm. Machiavellizmi është një tipar personaliteti ku personi mendon në mënyrë shumë të kalkuluar. Ai fokusohet tek përfitimi personal, përdor strategji për të arritur qëllimet dhe shpesh beson se qëllimi justifikon mjetin. Këta njerëz nuk veprojnë nga emocioni, ata veprojnë nga llogaritja. Një nga taktikat më të zakonshme është manipulimi përmes fajit. Ata mund të kujtojnë vazhdimisht gjithçka që kanë bërë për ty, duke krijuar një ndjenjë detyrimi. Qëllimi është të bëjnë të ndihesh fajtor, në mënyrë që të pranosh kërkesën e tyre. Një tjetër teknik është shtrembërimi i realitetit. Ata mund të mohojnë gjëra që i kanë thënë ose bërë, duke të bërë të dyshosh në kujtesën tënde. Kur fillon të dyshosh tek vetja, bëhesh më i lehtë për të kontrolluar. Gjithashtu, disa përdorin shumë komplimente në fillim. Japin vëmendje të madhe, premtime dhe afrimitet të shpejtë. Por pas kësaj faze sjellja mund të ndryshojë papritur. Kjo krijon konfuzion emocional dhe varësi psikologjike. Një tjetër taktik është paraqitja si viktim. Edhe kur gabojnë, ata e kthejnë situatën në mënyrë që duket sikur janë ata të dëmtuarit. Në këtë mënyrë, përgjegjësia zhvendoset nga ata tek të tjerët. Manipuluesit shpesh mbledhin informacione personale. Sa më shumë dinë për ty, aq më lehtë mund ta përdorin atë informacion në momentin e duhur. Atëherë si mund të mbrohesh? Së pari, vendos kufi të qartë. Mos prano presion emocional. Nëse ndihesh i detyruar ose i nën presion, ndalo dhe merr kohë para se të vendosësh. Së dyti, vëzhgo sjelljen, jo vetëm fjalët. Fjalët mund të jenë të bukura, por veprimet tregojnë të vërtetën. Së treti, mos reagoni menjëherë kur ndihesh emocionalisht i ngarkuar. Manipulimi shpesh funksionon kur ti reagon shpejt. Qetësia është mbrojtje. Dhe më e rëndësishmja, beso intuitën tënde. Nëse diçka nuk të duket e drejtë, zakonisht ka një arsye. Machiavellizmi nuk do të thotë që çdo person është i keq, por është e rëndësishme të kuptosh këto taktika në mënyrë që të mos biesh prej e tyre. Njohuria është fuqia jote më e madhe. Kur i njeh strategjitë e manipulimit, bëhesh shumë më i vështirë për të kontrolluar.